Janë nëntë gabimet që bëni me rrobat e bardha, për këto arsye ato nuk ndriçojnë nga bardhësia. Mund të duket sikur nuk ka asgjë më të lehtë se sa larja e rrobave në lavatriçe. Sidoqoftë, është kjo puna në duke e parëndësishme që ka më shumë hollësi se sa mund ta imagjinoni. Ne kemi bërë një listë të gabimeve të zakonshme të larjeve të cilat çojnë në zvogëlimin, qëndrueshmërinë e rrobave dhe gjithashtu humbjen e ngjyrës së tyre natyrale. Temperatura tepër e lartë e ujit. Rrobat do të mbajnë forma dhe ngjyrën e tyre më mirë dhe do të ndihen edhe më të pastra, sidomos nëse i lani në temperatura më të ulta. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Për më tepër, uji i ngrohtë ose i freskët mund të përballojë papastërtitë ashtu si dhe uji i nxehtë nëse keni një makinë larëse të mirë. Vetëm gjëra të tilla si liri ose peshqirët mund të lahen me 90 gradë. Për më tepër, edhe për t'i dezinfektuar, e gjithë pjesa tjetër mund të bëhet në temperaturë më të ulët. Ngarkimi i lavatriçes me rroba të njëllosura shumë mund të bëjë që ato të humbasin ngjyrën. Artikujt e parafabrikuar të ndotur shumë duken se nuk do të lahen si duhet dhe rrobat e njëllosura duhet të lahen me kujdes ose të trajtohen me një bartës njollash përpara se t'i vendosni në lavatriçe. Përndryshe papastërtia mund të mos largohet si duhet nga to. Në vend të tyre mund të përdorni mjete alternative. Lëngu i limonit është një agent i mirë pastrues për njollat e djersës. Një përzierje uthullës dhe pastrimi i lëngshëm mund të largojë gjurmët e barit. Njollat e verës do të zhduken pasi ta aplikoni një përbërje uji me sodë buke në raportin 3:1. Shumë detergjent ose zbutës në larjen e rrobave mund të bëjë që ato të mos pastrohen si duhet. Një tepëricë e pastrimeve mund të bllokojë enën e pastrimit dhe të shkaktojë një erë të pakëndshme. Një zbutës i tepërt bën që edhe rrobat e vështira të mos shpërlahen si duhet. Lexoni me kujdes dhe zbatoni edhe me përpikmëri matësin e dur të përdorimit të detergjentit ose zbutësit. Nëse gjërat tuaja janë vërtet të bëra pis, përdorni mënyrat e larjes para kohe ose ekspozimin 2 cikle. Përdorimi i zbutësit për të gjitha llojet të rrobave mund t'i dëmtojë ato. Përveç se e bën plurën më të butë, zbutësi i lirë lehtëson edhe hekurosjen. Sidoqoftë ai gjithashtu zvogëlon përthithjen e plurave me kalimin e kohës, kështu që më mirë të mos përdorni një larës peshqir të larës së rrobave ose sendeve të tjera, kështu do të humbasin edhe bardhësinë e tyre. Larja e të brendshmeve në lavatriçe. Me larje automatike, brazdat zgjasin shpejt dhe humbasin format e tyre. Kështu që është më mirë t'i lani me dorë. E njëjta vlen edhe për të gjitha të brendshmet e femrave, të cilat janë edhe më të njëllosura. Përdorimi i zbardhuesit për elastet, lykrat ose materialet elastike. Zbardhja me klor është një agent agresiv dhe dobëson fibrat, kështu që duhet të përdoret në mënyrë të kujdesshme dhe nuk duhet të përdoret tek asnjë material i tillë i përmendur më herët. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse nuk doni që ato të mos humbasin ngjyrën e tyre. Larja shpesh e xhinseve do të bëjë që ato të humbasin ngjyrën. Prodhuesit e xhinseve kanë një mendim radikal për këtë pikë. Ata këshillojnë të hiqni dorë nga larja e shpeshtë në mënyrë që të ruani ngjyrën e tyre për më gjatë. Nëse nuk jeni të gatshëm të ndiqni këtë rekomandim, intervali optimal midis dy larjeve është një periudhë nga 2 deri në 6 muaj në varësi të asaj sa shpesh vishni xhinse dhe karakteristikat individuale të trupit tuaj. Tharja e gabuar e rrobave do të bëjë që ato të humbasin ngjyrë. Tharja e gabuar ndikon në rrobat tuaja në mënyrë që ato të jenë edhe të dëmtuara. Këto janë disa këshilla të cilat do ju ndihmojnë të shmangni gabimet. Mos përdorni tharje automatike shumë shpesh. Kjo bën gjërat tuaja të lodhen dhe të humbasin ngjyrën më shpejt. Mos përdorni për të tharë plurat, sidomos ato të rrobave të holla dhe delikate. Mos e përdorni tharjen e bëni më të vështirë hekurosjen. Mos e vendosni rrobën tuaj edhe në një tharje me proces të gjatë, pasi kështu mund të ndikojë edhe në humbjen e elasticitetit të tyre. Por i thani rrobat ndonjëherë edhe në diell për t'i rikthyer kështu edhe ngjyrën e tyre, sidomos rrobave të bardha.
Për shkak të ndjeshmërisë së lëkurës dhe rreziqeve të mundshme, shumë njerëz kanë filluar të shmangin zbardhuesi dhe kimikate të tjerë të ashpër që gjenden edhe për zbardhimin e rrobave. Por a është mundur të hiqen të gjitha njollat dhe rrobat të shkëlqejnë pa bërë edhe një ndryshim të strukturës së tyre? Ekzistojnë disa zbardhuese natyral të rrobave që do t'i bëjnë ato të duken më të freskëta dhe më të ndritshme, sidomos si në ditën e parë që i keni bler. Larja e rrobave me limon do të ndihmojë të riktheni ngjyrën e tyre të shkëlqyer. Mbusheni legenin me ujë të nxehtë me 1 deri në 2 limona të prerë, varësisht nga sa janë të ndotura rrobat tuaja. Hidhni rrobat dhe i lini të zhytura në ujë për 1 deri në 2 orë, pastaj i fusni në lavatriçe për të larë në një cikël normal. Nëse rrobat tuaja kanë nevojë për një shkëlqim më të madh, zgjeni ujin më parë, shtoni limonin dhe rrobat, pastaj i lini që të qëndrojnë aty gjatë gjithë natës. Të nesërmen bëni larjen si zakonisht. Si të zbardhni rrobat me uthull molle? Jo vetëm që uthulla e bardhë e distiluar ndriçon rrobat e bardha, por gjithashtu zbut pluhurin dhe heq aromat e mykut. Gjatë ciklit të fundit të shplarjes, thjesht hidhni 1/4 e filxhanit uthull në lavatriçe. Për rrobat që duan pak më shumë vëmendje, zhytini ato për disa orë në një legjen plot me ujë të ngrohtë në një filxhan me uthull të bardhë. Si të zbardhni rrobat me peroksid hidrogjeni? Jo vetëm që ky element ishte shkëlqyer për dezinfektimin e prerjeve të lehta, por gjithashtu është edhe i mahnitshëm për zbardhjen e rrobave. Kur vini në punë lavatriçen, hidhni një filxhan peroksid hidrogjeni 3% direkt në detergjent dhe i lini që lavatriçja të punojë si zakonisht. Është një mënyrë adekuate për të pasur rroba më të bardha dhe për të evituar kështu edhe humbjen e ngjyrës së tyre. Si t'i bëni rrobat e bardha më të bardha me përdorimin e sodës së bukës? Soda e bukës mund të përdoret për të eliminuar në mënyrë të sigurt njollat e ujit të fortë, aromat e frigoriferit, madje edhe të ndriçojë rrobat e bardha. Për të larë rrobat e bardha me sodë buke, ndizeni lavatriçen, vendosni gjysmë filxhani sodë buke në ujë derisa ajo të tretet. Hidheni në lavatriçe dhe vendosini në punë normalisht. Për një ngarkesë më të madhe të rrobave, rekomandohet përdorimi një filxhani të plot me sodë buke. Është një mundësi e shkëlqyer për të rikthyer kështu ngjyrën e tyre dhe për t'i bërë rrobat të duken më të përsosura. Lani rrobat e bardha me detergjent natyral të rrobave. Detergjentët e ashpër dhe zbardhuesi do të shkaktojnë që materialet më të forta të humbasin kështu edhe ngjyrën e tyre. Zgjatni jetën e rrobave tuaja duke përdorur edhe mënyrën e duhur të pastrimit të tyre. Është një mundësi e shkëlqyer e cila do ju vinë në ndihmë edhe për të pasur rroba më të bardha dhe gjithashtu pa i dëmtuar procesin e pastrimit të tyre. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të gjithë ata persona që duan të kenë rrobat e tyre më të mira. Rrobat e bardha kanë filluar që të zverdhen dhe ju nuk po e dini si të riktheni sërish ngjyrën e tyre. Këto janë mënyrat natyrale më të mira të cilat në kushte shtëpie mund t'ju vinë në ndihmë pa përdorur kimikate të ndryshme dhe për të rikthyer kështu ngjyrën natyrale të rrobave tuaja. Shmangni tharsen, shfrytëzoni rrezet e diellit. Pasi t'i keni larë rrobat tuaja, i vendosni ato të thaj në diell. Shmangni gjithashtu tharsen e tyre. Rrezet e diellit do të zbardhin rrobat tuaja dhe rezultatet ultravjollc të rrezeve të diellit do të kombinohen edhe me rrobat tuaja për të rikthyer ngjyrën natyrale. Limoni është një zgjidhje efektive për të pasur gjithashtu edhe rroba më të pastra. Lëngu i limonit është një zbardhues fantastik që mund t'i japë rrobave tuaja edhe shkëlqimin e munguar. Përzieni gjysmë filxhani lëng limoni me ujë të nxehtë. Vendoseni brenda lëngu në rroba që dëshironi të pastroni edhe e lini për 1 orë ose nëse keni kohë gjatë gjithë natës. Më pas i fërkoni me gjysmën e limonit të prerë dhe e lini për 30 minuta, në fund i lani normalisht. Shtoni një dozë uthull të bardhë gjatë larjes. Uthulla duket të jetë një zgjidhje e mirë për rrobat tuaja. Për heqjen e njollave të vështira dhe zbardhjen e rrobave, uthulla do t'i bëjë të dyja. Për të zbardhur rrobat tuaja të bardha, bëni një zgjidhje duke përzier 1/4 e filxhanit lëng limoni dhe 1/2 e filxhanit uthull të bardhë. Kështu do të keni rroba të bardha më të shëndetshme dhe pa ngjyra të humbura.
Soda e bukës është gjithashtu një deodorant natyral, kështu që përdoret edhe për t'i rikthyer freskinë rrobave tuaja. Është e rëndësishme t'i përdorni si duhet dhe të evitoni gabimet të cilat do të bëjnë të humbisni ngjyrën natyrale të rrobave. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.